Këshilltari i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani Rinor Nuhiu ka deklaruar se po shqyrtohen hapa ligjor ndaj gazetarit të Frankfurter Allgemeine Zeitung Michael Martens, lidhur me një shkrim të publikuar të mërkurën. Sipas Nuhiut, pretendimet e paraqitura në artikull janë shpifse, të pabaza dhe përbëjnë përhapje të dezinformatave. Ai ka bërë të ditur se presidenti Osmani po konsultohet me avokat në Gjermani për ndjekje civile dhe penale në përputhje me legjislacionin gjerman. Në shkrimin e tij, Martens kishte pretenduar se presidenti Osmani po përpiqet të sigurojë një mandat tjetër presidencial, duke u mbështetur në përkrajen amerikane dhe duke u paraqitur si jashtë të quajtura kandidate e Trumpit. Presidenti Osmani hedh poshtë kategorikisht këto pretendime shpifse dhe përhapjen e rrezikshme të dezinformimit, janë duke u shqyrtuar të gjitha mjetet ligjore për mbrojtjen e integritetit të institucionit dhe të shtetit që ajo përfaqëson, ka shkruar Nuhiu në platformën X. Një debat mediatik i ashpër është ndezur pas deklaratave të gazetarit të njohur gjerman Michael Martens, i cili në disa komente publike ofendoi rënd presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, çka ka shkaktuar reagime të fuqishme në Prishtinë. Martens, gazetari i gazetës prestigjioze gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, i është referuar një sër ngjarjesh diplomatike të fundit që lidhen me Osmanin, duke përfshirë edhe pjesëmarrjen e saj në forume ndërkombëtare dhe lidhjet me presidentin amerikan Donald Trump. Së fundmi, gazetari ka shkruar në një artikull të gjatë që ka publikuar në numrin e së mërkurës në gazetën gjermane Faz, dhe po ashtu Martens ka ndarë në rrjetin X disa nga pjesët që përmban artikulli i tij. Ai rikujton një intervistë të Osmanit nga viti 2019 ku ajo shpreh se synimi i saj ishte që asnjë vajzë dhe asnjë grua në Kosovë të mos besojnë më se është inferiore dhe se gratë do ta dinin se nuk ka asgjë që nuk mund ta bëjnë. 17 vjet më vonë, shkruan Martens, mesazhi që Osmani po lë pasër se ajo nuk është as pak inferiore ndaj kolegëve meshkuj kur bëhet fjalë për vënien e ambicjes personale mbi dinjitetin dhe interesin e një shteti të tërë. Sipas autorit, presidentja ka vepruar pa u koordinuar me kryeministrin Albin Kurti për të siguruar pranimin e Kosovës si antare themeluese në tash të quajturin Bordi për Paqen e Donald Trump dhe se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është ai që e siguroi Osmanit hyrjen tek Trumpi. Më tutje, ai citon një intervistë të Osmanit për BBC-n, ku sipas tij ajo e justifikoi afrimin me Trump duke theksuar rolin historik të SBA-s për Kosovën. Në një intervistë për BBC-n, zonja Osmani e shpjegoi sfondin e këtij veprimi të pavarur në Davos, duke i kujtuar publikut kohën kur Kosova ishte ende nën okupimin serb. Shqiptarët në atë kohë, tha ajo, nuk merrin asgjë nga Kombet e Bashkuara përveç fjalëve. Ajo që dëgjonim në atë kohë ishin rezolutat e Asamblesë së OKB-s, ishin letra, ishin fjalë por zero veprim. Derisa SBA-t erdhën dhe mobilizuan botën për të na ardhur në ndihmë, shkruan Martens. Më tej ai kritikon edhe rolin e bashkëshortit të presidentes, Prindon Sadriu, i cili sugjeroi publikisht që ish Grand Hoteli në Prishtinë të shndërrohej në një Trump Hotel, si dhe vendimin e Osmanit për të organizuar një pritje presidenciale për premierën e filmit biografik Melanie, kushtuar bashkëshortes së Trumpit. Më 4 mars është afati i fundit kur Kuvendi i Kosovës duhet ta zgjedhë presidentin e ri. Gazetari i Faz ka thënë se këto veprime lidhen drejt për drejt me faktin se mandati presidencial i Osmanit përfundon në mars dhe ajo aktualisht nuk ka mbështetjen e nevojshme në kuvend për një mandat të dytë. Strategjia e saj, shkruan Martens, është të paraqitet si kandidatja e Trumpit duke ushtruar presionin direkt ndaj deputetëve. Osmani, shkruan autori i artikullit në Faz, i përdor lidhjet e saj të supozuara me rrethin e Donald Trumpit si mjet presioni ndaj deputetëve që e zgjedhin presidentin, duke dërguar mesazhin e nënkuptuar: nëse nuk më rizgjidhni presidente, do të keni probleme me Shtetet e Bashkuara. Martens shkruan se Osmani prej vitesh ka dështuar të krijojë miq, duke përmendur se shumë bashkëpunëtor të afërt si shefi i kabinetit të saj Blerin Vela nuk qëndruan gjatë pranë saj. Gazetari gjerman shkruan se ideja që afërsia me Washingtonin mund të garantojë automatikisht sukses politik në Kosovë mund të ketë funksionuar më parë, por realiteti ka ndryshuar tashmë. Megjithëse Kosova mbetet jashtëzakonisht pro-amerikane, mbështetja për SBA-t nuk është më e pakushtëzuar. Kosovarët e dallojnë qartë ndryshimin mes Amerikës së Clintonit dhe Bushit dhe asaj të Donald Trumpit. Në këtë kontekst, përpjekja e Vjosa Osmanit për të siguruar rizgjedhjen, duke u identifikuar si kandidatja e Trumpit, paraqet një strategji të pasigurt, ndërsa opsionet të tjera politike mund të rezultojnë më të qëndrueshme, ka shkruar gazetari gjerman.